Albin, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën jona, mirë se gjeta. Ishte pas bërë në fakt një farë refreni politik që kushdo që voton ta zëm një president përfiton diçka. Dhe te ke votuar Vjosa Osmanin natyrisht në mandatin e saj të parë, nuk di që ke përfituar diçka, nëse ke përfituar natyrisht më korrigjo, por po edhe mund të korrigjojnë edhe faktet. Dhe pra historia jote me Vjosa Osmanin nis shumë më herët, para 5 vitesh. Pse kështë bërë në atë moment? Pra kështë dalur kundër grupit parlamentare në cili ishe, për çfarë arsye, që ta kujtojmë për njerëzit? E para jam shumë e lumtur për një veprim të tillë, cilin e kam bërë në vitin 2021, pa kërkuar në këmbim asgjë. Asgjë pa kërkuar në këmbim, dhe është e vërtet që nga historia e kaluar e shumë deputetëve të cilët kishin hyrë në politikë për të përfituar personalisht, kishin shfrytzuar momentet kur ju kanë ardhur, për të përfituar në idima disa nga ato rastet e terminaleve, pastaj milionave kështu me radhë, unë kam zgjedhur të hyjë në politikë për të shërbyer vetëm qytetarit Republikës Kosovës dhe për të mos pas asnjë interes për ndonjë përfitim personal, sepse unë konsideroj që ti shërbesh qytetarit, ti jesh përfaqësuese e popullit është një përgjegjësi e shejtë dhe që normalisht për këtë edhe mendoj që jam vlerësuar dhe vazhdoj të vlerësohem nga qytetarët e Republikës Kosovës. Dhe pavarësisht votës për presidentin Osmanin atë kohë, ju nuk ishit lëvizur në kuptimin politik, pra ishit deputete e pavarur, po e quaj kushtimisht, i kishit qëndruar në kampin opozitar. Saktësisht, sepse nuk e kisha bërë për asnjë interes. Ka mundur të përfitojnë nga pozicioni zëvendës kryeministrës e deri tek pozicione tjera ministër e kështu me radhë. Të janë ofruar gjitha këto. Ka mundur të kushtëzoj me votën time, mirë por nuk e kam bërë nuk e kam pasur asnjëherë në ndërmend këtë, dhe më pastaj kam pas ftesë për të kandiduar për kryetare të Suarekës në atë kohë, edhe më vonë pastaj, mirë por nuk e kam pranuar, sepse për mua ka shumë rëndësi t'i qëndroj besnik votuesit. Unë lidhem me votuesin, me besimin që marr nga ata dhe i qëndroj besnik deri në fund. Prandaj, unë kam qenë e linquar, si të them, dhe nga partia që isha, sepse nuk i pëlqeu veprimi që bëra, me votimin që i dhash presidentës Republikës Kosovës, dhe kam qëndruar për 4 vite si deputete e vetme e pavarur, por brenda grupit parlamentar të opozitës. Pra si keni dëmtuar në atë kuptim opozitës? Absolutisht nuk kam pranuar as një ofertë, nuk kam pranuar as të bëm kandidate për kryetaret komunës, sepse për mua është shumë e rëndësishme kur del para qytetarit, t'jesh faqe bardhë, edhe ti qëndrosh besnik asaj për cilën ne sot me ditë të tëra po kërkojmë besim qytetar. Dhe i kam qëndruar besnik votuesit deri në ditën e fundit, pra në 2025-ën, kur përfundoj mandati. Ndonse gjatë gjithë këtyre viteve kam dhënë kontributin tim, shpesh duke kritikuar partinë në opozit, për shumë raste, sidomos të koha e grevave të nxënësve, pastaj të sistemi i mos reformuar shëndetësor, pastaj tek ideja e sigurimeve shëndetësore, ku edhe kam dhënë kontributin, por edhe kam bërë kritika. Ose edhe ka pas edhe raste kur kam kritikuar edhe opozitën, ndonse i takoja për mos votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Pra, jam munduar... Kjo është pozicioni më i vështirë në fakt, të mos mbahesh me askënd. Në fakt mbahesh me qytetarin, me besimin që ke marë, sepse unë jam e bindun që kam bërë krenar, dhe gjithë ata që më kanë përkrahur dhe më përkrajnë, sepse unë lidhem me qytetarin. Dhe kur kemi interesin qytetar, kur kemi nevoj për të dhënë një kontribut, për të tejkaluar vetën, për të tejkaluar në disa raste edhe interesin e grupacioneve apo partis për një interes më madhor, si që ishte rasti presidentës që vendit mos shkonte në zgjedhje, ashtu si që nuk ndodhi sot një marrëveshje dhe vendit mos shkonte në zgjedhje, t'ja shpëtosh vendit 10 milion euro, të mos e lësh vendit shkoj në zgjedhje në kohë pandemie, t'ja japësh mundësin të bëj një president, dhe mbi të gjitha, ta defaktorizosh listën sërbe, të krijosh një mundësi të një standardit të ri shtetin tonë që të mos ndikohemi nga lista sërbe, për mu ka qenë ky kontribut që kam dhënë historik dhe do të mbetet gjithmonë një nga veprimet më të rëndësishme që kam bërë gjatë gjithë kontributit tim politik këtë dekadën e fundit sa jam aktive në politik.
Dhe mendoj... Dhe kandidatura për kryetaret Suarekës ju ofrua nga vetëvendosje? Po, pikërisht në atë periudhë, do me thënë që të kandidoja, mirë po unë nuk kisha marrë besimin qytetar nga një parti tjetër politike. Prandaj, unë nuk doja të lëvizja në anën tjetër, sepse kisha marrë besim qytetar aty. Pa marrë parasysh që personat brenda partisë më kishin larguar. Do me thonë, nuk më thirrnin në forumet të tyre, në mbledhje, në kryesi, takime, kështu me radhë, sepse ishin të hidhruar me veprimin që kisha bërë, por që është interesante, ta them, që derisa kjo parti që ishte në pushtet deri më tani, më konsideronte heroin për veprimet që kisha bërë, për një natë, në momentin që unë vazhdova me Vjosa Osmanin dhe u riktheva në LDK, do me thënë për një natë nga një heroin, nga një deputete me një kontribut të madh dhe pa asnjë një përfitim personal, por edhe politik, u ktheva në një tradhare, në një gogol, në një grua të linquar jashtëzakonisht shumë, duke shpreh dhe duke vrerë mlef denigrues jashtëzakonisht. Dhe ju, zonja Reshita, keni qenë pjesë e bisedave, tryezave, sigurisht edhe deputetëve, nuk e di për çfarë afati kohor po flisni për këtë shndrimin të gjuhës së tyre ndaj teje, por ta zama është folur çështja e presidencës Vjosa Osmani, votave të saj, sa keni qenë ju akoma pjesë atij grupi parlamentar? Sepse dua të di, sepse dje Vjosa Osmani në intervista kur u thash që i kam votat, më thanë si ke votat e vetëvendosjes më. Unë e kam thënë këtë, do me thënë edhe atë ditë kur vetëm dola në krah të Vjosa Osmanit, pra për të qenë bashkë dhe për të garuar bashkë në këto zgjedhje, unë e thash që pikërisht Albin Kurti ka qenë ai i cili nuk ka dashur vazhdoj bashkëpunimin me Vjosa Osmanin. Unë e kam kuptuar, do me thënë e kam nuhatur, e kam kuptuar dhe gjitha ato manovrat politike, strategjit që i bën në ditët e fundit kanë qenë për mua jo të drejta dhe ka mundur edhe të ishte një përfundimi një marrëveshje në mënyrë më të pjekur, do të thoja. Prandaj konsideroj që tashmë qytetarët po e din këtë, sepse është interesante Johona, derisa në rrjetet sociale ke propagandë, linçime, ofendime të lloj-llojshme, kur takohemi ballë për ballë me qytetarët, marrim përkraje, ndjejmë një energji, një entuziazëm dhe një shpresë që në këtë vend tashmë kanë filluar të propaganda të iritojnë qytetarin. Dhe është interesant që pikërisht këto ditë mora dy vlerësime nga një qytetar nga Mitrovica dhe nga Prizreni, në dy qytete kur isha, që ndoshta dhe nuk e kisha menduar unë shumë. Dhe më thanë që ne të vlerësojmë shumë për gjithë kontributin që ke dhënë. Por sidomos tani që na je bashkuar në një periudhë kur ne edhe nuk jemi shumë mirë, ndoshta. Dhe pikërisht nuk desha dalë, sepse ju lat një potencial, sepse në fakt për të qenë serioz dhe faktik, potenciali për të bërë deputet në listën e vetëvendosjes është më i madh, shumë më i lehtë, më i madh, duke kishte shumë vota në fakt në mandatin e kaluar. Sa i keni pasur? Në shkurt 31.500 vota dhe në e latat siguri për të hyrë në fakt, se edhe thash edhe në intro, për të vënë barë vetës në fakt për të hyrë në një terren të ri, në një sfidë të re. Sakt, dhe kjo më vjen mirë që po vlerësohet prej qytetarëve. Domethënë ata e kuptojnë, ata e vlerësojnë përderisa në rrjetet sociale thuhet e kundërta për interesa, Interes është që ndrosh në një parti në cilën ti ke mundësi të bësh deputete dhe të kesh mundësi të shfrytëzosh pozicione. Jo të shkosh dikund ku ende duhet luftë dhe mund për të arritur qëllimir, po unë nuk kam tradhuar kur bindjet e mia politike. Unë nuk kam qenë kur e majt, unë nuk kam qenë kur në lëvizjen vetëvendosje. Kam qenë në këtë koalicion as një vit të plot. Do me thënë, asë një vit të plot është që kam qenë pjesë e këtij koalicioni dhe unë nuk pash seriozitet, nuk pash vlerësim të personaliteteve që kanë dije, që njohin punën dhe pash shumë punë pa kompetenca. Do me thënë, pash mundësi që u jepën njerëzve të cilët nuk kanë kompetenca për të marrë ato, për të realizuar ato gjëra, dhe mbi të gjitha pash disa lojra politike që me të vërtet nuk janë të shëndosha dhe nuk janë në të mirë të popullit, në të mirë të... Po pikërisht për pjesën e fundit, do me thënë, për manovrat politike, lojrat që u bën për e para për zgjedhjen e krye parlamentarës,
pastaj kandidimin e disa individëve, disa personaliteteve sa për sy e faqe, pastaj shkuarja në zgjedhje sërisht, pastaj mos konstituimi institucioneve, pastaj ideja që ne nuk bashkëpunojmë me listën sërbe, një standard cilin e kisha vendosur në 2021 dhe i besoja asaj kauze, besoja që edhe kjo parti e kishte seriozisht atë kauzë. Pastaj ajo kauzë mu shkri në fond, do me thonë kur pas që ne po shkonim në shkeljet kushtetuese për zgjedhjen e presidentit dhe në të njëjtën kohë votuam një kandidat të listës sërbe për nënkryetar me kinse arsyetimin që është pjesë e kushtetues. Pra kurti si kishte votat tuaja, votën tënde personalisht nuk e kishte atë natë për presidentin? Jo, absolutisht jo. Se kishte? Unë nuk votoj një president antikushtetues. Kur e dim që roli kryesor i presidentit në Republikën e Kosovës është mbrojtja e kushtetutës, rendit dhe ligjit. Dhe ta krijojmë mundësinë që të zgjedhim një president antikushtetues, për te asaj se çfarë po i bëjmë popullit, ne po japim edhe një pasqyrë dhe një mesazh shumë keq e të rëndë edhe për jashtë vendit tonë, sepse po dalim me të vërtet shumë kushtimisht popull që kemi një qeveri që luan tragjikomedi me institucionet e vendit ti dhe nuk e meriton qytetari i Kosovës, nuk e meritojmë ne këtë. Dua të kthejmë edhe njerë të koha 2001-2025, pra që ju s'keni pasur një adresë politike, e thatë fare qartë qysh në këtë intervistë që pra keni qenë e vetme. Ndonë se shpesh u kanë thonë keni qenë guxo, s'keni qenë guxo, madje ne kemi parë prezantimin publik që ua ka bërë Donika Gërvalla. Pse erdhi deri tek mohimi që Albin Reshita s'pas ka qenë guxo? Po ajo e dim, do shta më mirë, pse unë i kam dëgjuar të dy kryetarët e asaj partije që kanë thënë që unë nuk kam qenë në guxo, nuk kam qenë në struktura, është e vërtet se thash bashkimi me ta ka qenë as një vit të plot, do me thonë, këto vit 9 shkurti dhe 28 shkurti. Tash ka qenë kjo periud. Në krahasim me dy kolegët e me të cilët kanë qenë 5 vite në atë koalicion, kanë qenë brenda, kanë bashkëpunuar me ta dhe kështu me radhë. Unë nuk ka radhë, do me thonë, gjatë të jem me ta. Është interesante që kanë qenë refuzus që nga fillimi me mua, nuk më kanë përkrahur as në këto dy fushata zgjedhore, po nuk e kam kuptuar mirë qëllimin atëherë, kam menduar që në rregull jam e re, ndoshta duhet kohë të kaloj derisa të krijohen relacione të reja, sepse unë nuk i kam njohur shumë nga afër këta, sepse unë të vetmin kontakt dhe bashkëpunime kam pas me presidentën Vjosa Osmani edhe në periudhën kur ajo ka qenë kryetare e Kuvendit Republikës Kosovës, në periudhën kur unë kam punuar, kam qenë kryesuese e krijimit të ligjit anti-Covid, do me thonë, ku ajo si kryetare Kuvendit na ka përkrahur, e edhe më herët kur ka qenë deputete në disa komisione, kur unë kam qenë edhe ministre edhe deputete, do me thonë, kemi pas një bashkëpunim edhe një sinergji, sidomos tek temat për fuqizimin e rolit të gruas, por edhe në pjesën e grupit parlamentar të deputetëve të gjelbërt, fushat të cilat unë i kam shty përpara dhe tema cilat unë kam menduar. Dhe pse ju mohoj në fund Gërvalla? Pse e kishte me ju? Ato loj fjallësh mendoj që ma shumë po i bënin për të më dëmtuar mu tani gjatë fushatës zgjedhore, sepse nuk e di, ata mund t'i pysni vetë, mirë po s'ka problem për mua. Unë me rëndësi është jem Albena Reshitaj, e cila nuk jam dorëzuar as njëherë, nuk kam përfituar personalisht as njëherë në politik, as për poste politike, as për interesat të tjera materiale në politik. Unë gjithmonë i kam qëndru besnik qytetarit, besimit qytetar, dhe e kam marrë me shumë përgjegjësi çdo punë që e kam shty përpara edhe e kam çu deri në fund. Prandaj jam krenare me çdo punë që kam bërë nga dita e parë që jam në politikë e deri sot. Duke u nisur nga pozicionet e mia të pjesa e ekzekutivit, ku jam shumë krenare që pas 2 jave që kam fillu punën si ministre, unë e kam kthy në zero një vendim i cilja ka shpëtu Kosovës afër 28 milion euro. Do me thonë ka qenë rasti Brezovicës, është e vërtet që kam prek shumë interesat të shumë njerëzve, që unë në atë kohë as nuk i kam ditur, por jam krenare që kam pas guximin intelektual, profesional e politik ta marr atë vendim. Ose kur kam vendosur për vendimin për t'i ndërprer lejet për hidrocentrale. Është e vërtet që ka qenë shumë e vështirë pastaj për mua, sepse kam pas presion edhe kërcënime të jashtëzakonshme, jo vetëm në Kosovë, por edhe në regjion, edhe në Shqipëri e kështu me radhë,
mirë po pas vendimit e kam kuptu që pas kam ba një punë shumë të mirë dhe të madhe. Ose veprimet për shembull për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, diçka që më nuk e shoh nga asnjë ministër i mjedisit që është ka guxuar të mirët me të, ose në menaxhimin e mbeturinave në Republikë Kosovës, ose mbrojtjen e lumejve kështu me radhë. E pastaj të kthehemi tek pjesa e kur kam qenë kryetare e Komisionit për Shëndetësi, kur edhe ndër të parat e kam marrë virusin Covid për deputetëve për shkak se kam qenë tërkohën në infektiv me qytetarët, duke punuar që të bënim një ligj që të ndihmonim vendin. Dhe për mu, ka qenë zhgënjyese kur shteti shkoi në zgjedhje, u prish një koalicion pikërisht në periudhën e pandemisë. Sot jam e bindur që këtë e ka bërë lëvizja vetëvendosje. Shkarkoj Gemeliun me vërtet, është shumë e vërtet, sakt, këtë e ka bërë lëvizja vetëvendosje pa menduar asnjëherë në dëmin që po i bën edhe qytetarëve dhe shëndetit të tyre. Dhe e dyta, nuk ju mjaftoj që e quan vendin në zgjedhje në pikun e pandemisë, që ishte një paradoks i jashtëzakonshëm edhe për botën, dhe pastaj do me thënë nuk ishin të gatshëm as të krijonin mundësi që të vazhdonim me institucione dhe të zgjedhej presidentja e Republikës Kosovës, që në këtë rast del prap lidhja demokratike e Kosovës, ajo që sakrifikon vetveten edhe qëndron sallë për të zgjedhur presidente Vjosa Osmani. Ndonse pastaj mbeti edhe një votë 2 që duhej për të përmbyllur si proces, e për çka unë dola, do me thonë edhe dhash votën time. Dhe mbi të gjitha ky standardi që ne kemi krijuar, që ta defaktorizojmë listën serbe, tani me veprimet e fundit lëvizjes vetëvendosje, bën të kuptoj që unë në fakt nuk ju kam ndihmuar që ta ushqenin kauzën e tyre politike që ne nuk bashkëpunojmë me listën serbe, por pas kam vendosur një barierë që tashmë nuk po mund të vazhdojnë bashkëpunimin e hapur me listën serbe edhe me eksponent tjerë politik sërb, për shkak se tashmë veç është krijuar një standard. Qytetarët e duan nga lista serbe dhe vetëvendosja u miratua, u votua një ligj, ai që hyri në fuqi para pak ditësh, i shtetësisë. Ai do të shkojë në gjykatën kushtetuese dhe ne nuk do të lejojmë që ky ligj të implementohet ashtu siç është bërë, sepse me të vërtet është shqetësues dhe i dhëmshëm, sepse i jep mundësi riallësimit të serbëve në Republikën e Kosovës. Ne duhet të zgjedhim edhe shumë çështje tjera të vim tek një situatë e tillë. Ju e dini që kryeministri Kurti ka premtuar dhe ka ardhur në pushtet me idenë që nuk do të ketë dialog me Serbinë pa një kërkimfalje nga Serbia për gjithë ato çfarë i ka bërë vendit, dhe ju pastaj keni pa që veç dialogu ka vazhduar, bile edhe me takime të fsheta me orë të tëra me Lajçakun dhe Vučićin, takime për të cilat qytetarët nuk janë të informuar se çfarë është diskutuar dhe çfarë është bërë. Dhe unë nëse do të marr besimin qytetar, do të kërkoj në Kuvend Republikës Kosovës që të bëhet një komision hetues parlamentar në të cilin do të kërkojmë nga zotri Kurti që të sjellë transkriptet e diskutimeve që janë bërë po gjithsesi. Jo, po do duhet kishte sepse protokoll është ajo dhe çdo takim zyrtar do duhet të ketë transkriptin e diskutimit. Dhe ta dinë qytetarët e vendit se çfarë është diskutuar aty, çfarë vendime janë marrë aty. Dhe përtej asaj, do me thënë, nuk ka pat kërkim falje, dialogu vazhdoi, premtimi ishte ndryshe. Pastaj ju siç po e shihni tokën e manastirit Deçanit, ka qenë shumë e dhëmshme kjo dhe absolutisht nuk do ta kisha pritur nga lëvizja vetëvendosje një vendim tillë në këtë periudhë. Prandaj do me thënë është zhgënjimi tjetër, votimi i Slavko Simićit si nënkryetari Kuvendit. Pastaj kjo sot që ndodhi, do me thënë me rrugën në komunën pjesën veriore të Mitrovicës. Pra të gjitha këto vendime të çojë drejt asaj që pas ka ndodhur një kauzë rreshme populiste vetëm për të përfituar vota e jo me të vërtet për të ruajtur shtetin dhe për të pasur një distancë mes politikave të gabume që po i bën Serbia përmes listës serbe, e cila është listë që e ka dëmtu kushtetutën, lufton kushtetutën e Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha edhe është kundër edhe e ka dëmtu edhe Kosovën në përgjithësi, do me thënë edhe sovranitetin e saj e ka lënduar disa herë. Prandaj unë mendoj që para qytetarëve të Republikës Kosovës duhet të jesh i vërteti. Nëse premton sot vendimet të tilla, duhet t'i mbash ato, se në të kundërtën do të shkohesh, sepse janë momente dhe janë veprime, procese shumë të ndjeshme për qytetarët e tanë. Unë ndjejsha Jehona në një përurim
në Savrov të Suarekës në një perurim të disa dëshmorëve që kanë rënë në kohën e luftës, dhe t'ju them drejtën duke ecur në për ato varreza ku na pritëshin familjarët dhe cilët ishin me lot në sy sepse këto perurimet e kthejnë një memorje, një kujtim, po mendoja gjatë duke shkelur në ato varreza, po mendoja çfarë mund të thonin ata baballar që sot nuk janë, tani kur fëmijët e tyre po lëshojnë vendin, do me thonë, çfarë ju kanë bërë fëmijëve, edhe i kanë humbë prindin, fëmijët janë rritur, edhe gnanat janë rritur pa djemt, gratë janë rritur pa burra, fëmijët po rritën pa ndjesinë e atit, atësisë, edukatën që marrin, dashurinë që marrin nga baballarët, e tash edhe po lëshojnë vendin. Ne vetëm vitin e fundit kemi 40.000 trije të reja që e kanë shuar Republikën e Kosovës, kurse 200.000 janë, do me thënë, këto vitet e fundit. Në fakt, për te politikës që jeni shëndetësi për në kohë të gjatë, që gëzoni shumë respekt në fakt në komunitetin tuaj, ju e dini, njëjta sfidë është me anestesiolog, njëjta sfidë është me infermier, uroj edhe besoj, jam e bindur që edhe me mjek është problemi. Është vërtet, sepse po ikin edhe mjekët, po ikin edhe infermierët. Unë për shembull kam 19 vite që jap mësim në fakultet mjekësisë, edhe është e dhëmshme kur shteti investon në mjek. Dikun afër 100.000 euro i kushton shtetit me përgatit një student mjekësisë. Dhe pastaj ata shumica i kanë regjistruar kurset e gjermanishtës, e frangjishtës edhe po ikin jashtë vendit, edhe për mu si mësimdhënshme po është shumë e rëndë kjo. Ose shkollat, për shembull, unë kam pas mundësi ta ndihmoj një fshat në komunën e Suarekës Amadragjen për ta ndërtu një shkollë të re, dhe tani kur shkova dhe po ja them se si është përfundimi i shkollës, shqetësimi i mësuesve ishte se a do të kemi nxënës për çenat shkollë, sepse po zvoglohet numri i tyre jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo është me të vërtetë shqetësuese. E mos të flasim që kanë qenë diku 1.5 miliard euro për shëndetësi dhe ju e keni pasë çfarë është bërë. Do me thënë, vetëm vitin e fundit 500 milion euro për shëndetësi. Më tregoni ku janë investuar ato. Kemi shumë e shumë për të thënë, për të treguar, ose në arsim, për shembull në reformat për arsim, që është e dhëmshme ti të kesh studentë që vazhdojnë dhe me thonë të përgaditën vetëm pjesën teorike, sidomos të pjesa e sistemit dual të arsimit, kurse ne kompanit tona marrin, detyrohen të marrin ekspert nga rajoni e më gjërë, e jo t'i marrin ata që dhe jam e bindur që edhe artin zdo e leni anar, sepse vini nga një familje artistësh dhe gjë që natyrisht kam shumë respekt dhe qantë. Albina të uroj shumë suksese, vetëm pas pak ditësh kemi zgjedhjet me 7 qershor, suksese ty dhe natyrisht gjithë kolegëve tuaj në çfarë do parti politike që janë. Faleminderit shumë, ne nuk do të krijojmë fonde e komisione e të paguajmë njerëz e mos të bëjmë për shembull muzeun në këtë rast siç ka qenë muzeu modern i cili është proklamuar që apo teatri kombëtar, apo teatri kombëtar, ka ku të performojnë. Teatri kombëtar që renovimi i tij është nuk po i diet fundi. Kemi qenë disa herë, kemi bë kritika, edhe këto kritika kanë qenë këto periudhën e fundit, domethënë 2021-2025 që unë i kam bërë si pjesë e Komisionit për Arsim, Kulturë dhe Art. Por që ende, do me thonë, ka sfida të shumta, shpresojmë në ndryshim kësaj radhe, shpresojmë në një balans politik, është shumë e rëndësishme që të ndryshojnë këto përqindje, sepse është më e shëndosh për vendin. Edhe unë po e vrej që është një entuziazëm i qytetare për të kriju një balans. Duhet krijohet një balans në mes partive politike, të ndryshojnë këto përqindje, sepse është në të mirën e mirëqenjes dhe cilësisë jetës qytetarëve, sepse do të marrin përgjegjësi secili nga në bazë të asaj që do të ketë mundësi ta marrë besimin nga vota demokratike e qytetarëve me 7 qershor. Suksese, Albina Rishtaj. Faleminderit juve, kënaqësi. Ishim bashkë këtu në një intervistë me Albina Rishtaj, kandidate për deputete nga radha e LDK-s. Shkputemi, kthehemi